Përshëndetje për krejt, jena direkt prej gjërimeve të skeqit Matri Festa 28 nëntorit. Ne prezentim të shkurt bashkë me kolegët e mi, sot e ku marr rolin e gazetarit, son gazetar nuk jam, po jam Arlinda Ademi, i cili e don artin, e don humorin, edhe bashkë me këta dy artista jena të e gjiru projektin Matri për festin e 28 nëntorit. A Gjigan? Po? Për ndryshe, Gani Podvorica, Mr. Gani, a munësh 2-3 fjallë qështje të kalu në gjirimet të projekti? Me knatësi të thëmë, falenderit shumë, mas pari për teje, që na keftuë, na me mundësi të na sa mujtëm edhe sa mundemi, edhe ma të miren, po. Njëherët i falenderoj edhe kamermonat të ashu, të cilet pa prites kanë ardhë, sot gjatë gjithë ditës janë bashkë me neve, po edhe ty të falenderoj ma shumë që me thonë. Balë po thu, faleminderit shumë. Së konë të apeshet. Po ndryshe, e kena edhe një aktor i cili u bu pjesë e lopit. Lap janë me të thonë bejt. Këtë gatë po vezda e pi lopi. Bejtu Shabozi. Bejt, a munësh një 2-3 fjallë lidhje për projektin që jena të gjiru sot? Përshëndetje, Arlind. Unë të falenderoj për shpirtit. Me të vërtet, kom pas një fat madh që jem shëshni me Basingon. Edhe kemi punu aqë sa kemi mujtë edhe aqë sa dim, nuk kemi kursyje, po besoj që njerëzit po na dojnë shumë, edhe nuk kemi ishgënju asë njerë. Ne ju falenderoj shumë, na tash të shimin pjesën e 2 gjirime, po shkojmë te Oda se është na prit festa. Kysmet. Por ndryshe, gjirimet e këti skeqi, këti projekt janë të mbajtur në fshatin Dobratin. Po Dobratin. Dobratini ka emën pa shas zyutin qendrë. Dobratin, komuna Podujevës. Komuna Podujevës. Respekt.